Tani me njëherë kanë mbërritur forcat e policisë në vendngjarje duke nisur hetimet dhe informacioni i parë që u përcoll nga policia ishte se në panelin e matësve elektrik ishte patur një shpërthim, gjë e cila me pasi ka marrë jetën 67 vjeçarit. Në fakt shpërthimi është shumë i fuqishëm, materialet kanë përfunduar deri në anën tjetër të rrugës që është një distancë e konsiderueshme për që një shpërthim elektrik i panelit të matësve. Dhe po ashtu, OSHE edhe përmes një deklarate të shpërndarë për mediat ka bërë me dije se sipas tyre shpërthimi nuk ka ardhur si shkak i energjisë elektrike, duke lënë që të kuptohet që arsyeja mund të jetë një tjetër dhe mund të kemi të bëjmë me një lëndë plasëse. Por pas kësaj ngjarje kanë bërritur edhe forcat e RNA të antiterrorit, të cilët pasi kanë bërë po themi kqyrjen e vendit ngjarje, sipas tyre nuk janë gjetur mbetje të lëndës eksplozive këtu në vendngjarje dhe kanë marrë materialet me vete për t'i bërë analizat në Tiranë, do të bëhen analizat kimike, janë ato që do ta vullosin nëse kemi të bëjmë me një ngjarje kriminale apo jo, pra nëse ka patur eksploziv këtu apo jo. Në rast se analizat tregojnë se nuk ka patur dhe del që nuk ka mbetje të eksplozivit, atëherë i bie që ngjarjet jetë për shkak të energjisë elektrike, por nëse vërtetohet, atëherë policia normalisht që do ta orientojë ngjarjen si kriminale dhe do të merret me hetimet lidhur me këtë pjesë. Për momentin, eksperti mjekoligjor në Spitalin Rajonal të Shkodrës ka përcaktuar shkakun e vdekjes të Hysni Ymeri, duke e lënë për shkak të kontaktit të tij me energjinë elektrike, pra me korrentin. Kjo është, po themi, edhe raporti i ekspertit mjekoligjor për momentin për 67 vjeçarin, për shkak se në dorën e tij të djathtë ka dëmtime që sipas ekspertit kanë ardhur si shkak i kontaktit me korrentin. Pra janë ende të paqarta shkaqet nëse kemi të bëjmë me një ngjarje aksidentale të ndodhur nga një shpërthim elektrik i matësve në pallat, apo kemi të bëjmë me një ngjarje kriminale. Duhet të thënë se Hysni Ymeri është vëllai i një personi i cili vite më parë ka vrarë një shtetas në fillim vitet 90 dhe është dënuar, por burime pranë familjeve bëjnë me dije se të dy familje kanë shtrirë dorën e pajtimit dhe kanë zgjedhur atë lloj situate. Megjithatë, në rast se ngjarja del se është kriminale, atëherë policia do të hetojë të gjitha pistat e mundshme rreth kësaj ngjarje. Senator, duhet kujtojmë që edhe OSHE-ja në Shkodër e ka përjashtuar mundësinë sipas tyre që ngjarja të ketë ndodhur tek satët matës të energjisë elektrike, pra një zjarr i shkaktuar atje. Po, OSHE, siç e thash, përmes një deklarate ka bërë të ditur se shpërthimi sipas tyre nuk është për shkak të energjisë elektrike. Pra, inxhinierët e OSHE, ekspertët e OSHE janë të bindur se ky shpërthim, duke qenë se është kaq i fuqishëm, nuk vjen si shkak i energjisë elektrike, edhe për shkak se matëset elektrik, kablot që kanë qenë aty, nuk është se janë materiale shpërthyes, ato maksimumi mund të digjen nëse pra ka një problem teknik, po jo të shpërthejnë, kenë një eksplozion aq fuqishëm në atë lloj mënyre sa të dëmtoj llakat e shkallave apo materialet të përfundojnë nga presioni në anën tjetër të rrugës disa metra më tutje. Kjo sipas tyre është e pamundur dhe nuk ka ndodhur asnjëherë. Pak inxhinierë që kanë vite dhe kanë eksperiencë kanë konfirmuar këtë gjë, por edhe OSHE zyrtarisht ka bërë të ditur se ky shpërthim sipas tyre nuk është për shkak të energjisë elektrike dhe panelit të matësve elektrik që janë aty. Kështu që mbetet për të parë pas pak ditësh se cili do të jetë verdikti edhe i njësisë antiterror të forcave RNA për të parë nëse kemi të bëjmë apo jo me një eksploziv të vendosur këtu. Por nëse del që është eksploziv, patjetër që ka qenë i sofistikuar, sepse zakonisht efektivet e policisë, por edhe ekspertët e antiterrorit në këto raste kanë gjetur mbetje të tritolit apo të lëndëve eksplozive në rastet kur ka ndodhur, dhe ky rast është pak më i veçantë dhe duhet besoj që vetëm analizat kimike do ta vullosin se me çfarë kemi të bëjmë. Nëse do të jetë një ndërkohë që aktualisht janë ende duke punuar punonjësit ose e OSHE për të vendosur panelin e ri dhe për të bërë lidhjet e reja elektrike për të rikthyer energjinë elektrike në pallat. Nëse është një ngjarje kriminale, siç është edhe një prej pikpyetjeve, atëherë
atentatorët e kanë menduar mirë edhe skenarin pra për të sjellë gjithë to mëdyshje gjatë gjithë këtyre orëve kur shpërthimi ka ndodhur tek matësit e energjisë elektrike në atë pallat apo jo? Po patjetër, por kjo fillimisht mbetet për tu parë, nëse kemi apo jo të bëjmë një ngjarje kriminale dhe më pas mund flasim më pas për hetime apo për detaje tjera, sepse për sa kohë kjo nuk është ndarë, ende është e vështirë për të folur dhe për ta përcaktuar se me çfarë kemi të bëjmë. Besoj të gjithë po presin edhe vetë policia është duke pritur vendimin final të njësisë antiterror pas analizave laboratorike dhe kimike që do të bëjnë për të parë se me çfarë kemi të bëjmë dhe nëse rezulton kriminale, patjetër që do të ketë më pas hetime thelluara dhe patjetër që është një metodë sofistikuar e vendosur në Shkodër ditën e sotme. Senati dhe pyetja e fundit, a ka patur dëme në hyrjen e pallatit nga ky shpërthim, përveç se ka humbur jetën 67 vjeçari? Nuk është se janë dëme materiale, paneli elektrik, dëme të tilla, shkallët e pallatit, por përballë jetës 67 vjeçarit patjetër që janë të papërfillshme dhe gjëra që po riparohen dhe rregullohen. Nuk është se ka ndonjë shqetësim, ajo që ka tronditur është humbja e jetës 67 vjeçarit. Senat Nikshishit, falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga qyteti i Shkodrës. Detajet e reja ndërkaq janë mësuar nga hetimet lidhur me atentatin e 11 nëntorit në aeroportin e Rinasit ku